është qëndrim i gabuar, është qëndrim i gabuar i qeverisë shqiptare. Qeveria shqiptare duhet ta ketë të qartë se një luftë e ardhshme me Serbinë nuk do të jetë vetëm luftë Kosovë-Serbi, por do të jetë luftë e shqiptarëve me serbët. Do të jetë luftë në mes të dy kombeve dhe ajo duhet ta kuptoj sa më herët këtë çështje dhe të mos shkon të bëj pazare me Serbinë, qoftë edhe për veprimet ngushta politike që kanë efekte shumë afatshkurtra, siç e përmendet ju, edhe bashkëpunimin me Serbinë për integrim në Evropë që të shkojnë të bashkuar. Shqipëria, qeveria shqiptare, se populli shqiptar besoj e ka shumë më të qartë, nëse dikush na ofron rrugën që të shkojmë në paroj krah për krah me Serbinë, Shqipëria duhet thotë jo, ne do të ndjekim një rrugë tjetër pa varur. Nuk shkojmë. Neve na i kanë thonë edhe diplomatë ndërkombëtar, kisha qenë unë në vendin e juaj, do t'isha mundu që edhe ajrin që kalon prej Serbisë në territorin e Kosovës mos ta thithja se leje mo që të kemë bashkëpunim me ta. Kuptohet çdo herë derisa ajo ka qëndrim armiqësor ndaj Kosovës, derisa ajo ka aspirata territoriale ndaj Kosovës, edhe e mban Kosovën në preambulën e saj të kushtetutës së vet. Pra jemi në një situatë ku një nga analistët në Kosovë kishte bërë një postim para pak ditësh që nëse më përpara kemi qenë në idenë që Shqipëria duhet të aneksoj Kosovën për ta shpërtuar nga Serbia, tani është Kosova që duhet të aneksoj Shqipërinë për ta shpërtuar nga Serbia. Është gabim. Analistët ka herë edhe ata binë në kurthin e asaj për të bërë interesant me qëndrimet e tyre, me pohimet e tyre. Analistët duhet të analizojnë. Kosova nuk mund e pushton vetveten, as Shqipëria nuk mund e pushton vetveten. Kosova dhe Shqipëria duhet të jenë të bashkuar, duhet të jenë të bashkuar që mos preset Shqipëria të bëj gabimin e njëjtë sikur Evropa që boni në raport me Rusinë, t'i qoj disa dekada huq, t'i qoj disa dekada dëm, duke shpresuar se do të gjenjë gjuhë të përbashkët, marrëdhënie të mira, marrëdhënie të interesit me Rusinë dhe në fund vjen rasti i Ukrainës dhe bjen në një situatë krejt tjetër dhe gjendet Evropa në një situatë të papërgatitur dhe tash duhet të ndërmarrë mosat veta për të forcuar mbrojtjen me një shpejtësi shumë të madhe, me një shpejtësi marramëse. Nëse këtë gabim të Evropës e përsërit qeveria shqiptare do të jetë shumë e dëmshme për shtetin shqiptar edhe për Kosovën dhe për gjithë shqiptarinë. Do të thotë nuk kem nevojë të pushtojmë njëri tjetrin, kem nevojë të bashkohemi, të bëjmë projekte të përbashkëta në mbrojtje, në siguri dhe të armatosemi me kapacitetet tona që kemi. Dhe të kalojmë më përtej, të gjojmë aleatët tanë që të hekin embargot, të hekin hezitimin për të armatosur Shqipërinë dhe Kosovën. Kjo është veprim i drejtë, nuk ka tjetër veprim drejt. Ka Serbisë e cila armatoset me armë të rënda. Ato nuk i ka ajo vetëm për ekspozit, e ka për të cenu sigurinë e fëmijëve dhe për të futur merrin të fëmijët dhe për të dominuar në Ballkan. Kjo është qëllimi strategjik i saj dhe tu e luajt lojën se unë nuk jam as me Perëndimin, as me Rusinë, as me Kinën, por me gjithë jam i hapur, me gjithë bashkëpunoj. Ndërsa në konkretisht në praktik ajo është mbështetur vetëm te Rusia, te Kina, siç e përmend ju, edhe te Irani. Asaj intereson që të armatoset në çdo cep të Serbisë dhe dihet për çka. Ne nuk duhet t'i bëjmë çe vetit, nuk duhet të rrim me kokë në dafina, por duhet të punojmë, të forcojmë strukturat tona të sigurisë, ushtrit tona dhe të furnizohen me armatim modern dhe të sofistikuar, që është kompatibil me ato të Serbisë. Zoti Shalla, ku duhet mbështetemi në këtë situatë që ndodhet tani se për NATO është brenda vetë në Kosovë, por situata në lindjen e mesme edhe tek ngushtica e Hormuzit tregoi që aleatët nuk janë bashkë, pasi vendet kryesore europiane nuk pranuan që të jenë krah Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë betejë atje. Në një situatë hipotetike në Ballkan, kush nga aleatët mendoni që do na vinte në ndihmë më shpejt, sepse
për të pritur aktivizimin e nenit 5 apo derisa ata të merren vesh andej, i bie që këtej kanë mbaruar punë. Këto analiza dhe këto biseda nuk janë thjesht